Deputeti i Partisë Mundësia Erald Kapri ka folur në kuvend për figurën e intelektualit të shquar Lazar Zaifundo, duke cilësuar atë si një nga ideatorët dhe themeluesit e idesë së Bashkimit Evropian. Kapri theksoi se figura të tilla duhet të nderohen dhe se krimet e komunizmit duhet të dënohen. Ai kujtoi se Lazar Fundo u pushkatua me urdhër të Enver Hoxhës gjatë luftës së dytë botërore. Sipas deputetit, kuvendi ka dështuar në përballjen me të kaluarën komuniste, duke e quajtur këtë një nga turpet e shoqërisë shqiptare. Pasi ende sot figurat të tilla, tha Kapri, nuk janë nderuar siç duhet. Kjo maxhorancë kujton se ka nisur historinë e vet në 1941. Aty e ka nisur. Dhe ka figura të së-majtës të jashtëzakonshme, që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm, por që nuk i nderon kush vetëm e vetëm se ata i ka vrarë ose i ka nxjerrë jashtë loje Enver Hoxha. Domethënë, pse nuk flet e majta, e kam përmendur edhe më përpara, maxhoranca, për një figurë që unë e dua shumë, ai është nga themeluesit e së-majtës, madje një nga ideatorët e Bashkimit Evropian, Lazar Fundo, i cili u pushkatua me urdhër të drejtë për drejtë të Enver Hoxhës në kohën e luftës. Imagjinoni, ai është një nga themeluesit e Bashkimit Evropian në gjithë projektin politik që u bë në burgun e Ventotërnes. Po pikërisht për faktin se u vra nga Enver Hoxha, e majta ose maxhoranca në Shqipëri sigurisht nuk mund të merret me një figurë të tillë, po do merret vetëm ato kuadër që ka lënë e majta e trashëguar nga Çalla Enver Hoxha e përtej. E majta është më shumë se kaq. Dhe ka shumë figura të së-majtës që ne duhet t'i nderojmë, pavarësisht se çfarë raporti ka pas Enver Hoxha me ta. Në replik, kryetari i kuvendit Niko Peleshi ka theksuar se figura e Lazar Fundos po nderohet pasi në Korçë po vendoset një monument në kujtim të tij. Drejtuar zoti Kapri, vetëm unë se kam zakon të bëj komente mbi komentet tuaja, po vetëm për informacion, meqense përmendet figurën e Lazar Fundos, i cili është edhe nga qyteti nga Vijun, edhe është e keni përmendur disa herë, shumë mirë, më vjen mirë që e studioni, është një figurë me të vërtet e pavlerësuar sa duhet, por as nuk dua të bëj avokatinë e së-majtës, këtu nuk më takon, po e vërteta është që unë vetë nuk kam parë në një kompleks në gjithë punën time edhe personale për ta vlerësuar siç duhet figurën e Lazar Fundos nga ana e së-majtës apo e qeverisë, madje në kujdesin e këtij krahu dhe jo vetëm, në qytetin e Korçës është duke u vendosur monumenti i Lazar Fundos. Pra nuk ka ndonjë kompleks. Përkundrazi, por gjithashtu i bashkohem interesit tuaj për këtë figurë, është me të vërtet e jashtëzakonshme të evokohet, sidomos në kohën që po jetojmë të integrimit në Bashkimin Evropian, është një nga njerëzit që ka shkruar nga të parët për një Europë të bashkuar e tjera. Ka ende në Bashkimin Evropian nën grupe parlamentare që janë të frymëzuara nga Altiero Spinelli, që është bashkautor apo bashkëkohës i tij. Peleshi shtoi se Lazar Fundo është një nga njerëzit që shkroi për një Europë të bashkuar dhe se edhe sot në Parlamentin Evropian ekzistojnë nën grupe të frymëzuara nga Altiero Spinelli, bashkëkohës dhe bashkautor në idetë që Fundo promovonte.